Me këtë rast duhet na tregoj dhe neve se sa seriozisht e kanë luftën ndaj korrupsionit dhe se sa e zbatojnë ligjin, sepse nuk mundet që prokuroria e Durrësit e para tetoj veprat penale të korrupsionit dhe e dyta tetoj njerëz të cilët janë kompetencë, subjekte të cilët janë kompetencë e SPAK-ut, siç është Belinda Balluku, deputeti Seno Klosi bashkë me vllajën e tij dhe Emiriana Sako në krye të Bashkisë Durrës. Besoj se kjo çështje do të zgjidhet, por nga ana tjetër zgjidhja e kësaj çështje dhe vënia përpara përgjegjësisht e këtyre njerëzve, ne me të vërtet na krijojnë një opinion shumë të mirë përpara publikut se SPAK-u ka filluar të kryej funksionet e tij kushtetuese në referim të ligjit dhe të kushtetutës, por nga ana tjetër, unë ndjej keqardhje në fakt se nëse SPAK-u do kishte vepruar që nga momenti i kallëzimit, provat i ka aty, emisioni Pluk ka bërë një analizë të detajuar, po kështu edhe 2 vite më parë emisioni Piranjët ka qenë nga të parët që e ka denoncuar, po emisioni Piranjët tek Syri TV, dhe nëse do kishim një vullnet nga ana e organit të akuzës, përveç se kodi parashikon ndëshkimin e zyrtarëve të lartë për abuzimet me prona dhe parat publike, qofsh përdorimi i detyrës apo korrupsioni etj, nga ana tjetër ndëshkimi në kohën e duhur, ne na krijon një përveç se rritje besueshmërisë së publikut ndaj SPAK-ut, po nga ana tjetër ndërprerjen e hemorragjisë. Pra, nëse ti do veproje në maj, në qershor, e para do kishim një situatë totalisht ndryshe në qytetin e Durrësit dhe në rrethina, po nga ana tjetër ne nuk mund të presim kur të ndodhi skandali, kur të jenë gjërat fakt i kryer dhe me pasoja shumë të rënda, që ne të reagojmë qoftë prokuroria e Durrësit, qoftë SPAK-u, sepse reagimi me njëhershëm dhe në kohë, siç e thash, përveç se duhet të nxjerrë personat përgjegjës përpara ligjit, nga ana tjetër ka një element shumë të rëndësishëm, sepse ndikon në ose në të kurrjen e hemorragjisë së parave publike të buxhetit të shtetit. Se nuk është vetëm dëmi i parave të buxhetit që kanë ikur atje dhe nuk janë zbatuar siç duhet. Tani shtohet dhe dëmi i gjithë njerëzve që u përmbytën. Po flasim për pjesën e dëmit prej 46 milion euro minimum që unë kam bërë kallëzimin penal dhe referuar asaj çfarë ndodhi në qytetin e Durrësit, por edhe në qytete të tjera, dëmi është shumë i madh dhe kush është pjesa fundore? Pjesa fundore është edhe nëse këta njerëz që në të drejtën e tyre duhet të dëmshpërblehen, është që dëshpërblehen